Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga Shëndetje. Si e? Mirë, faleminderit ju. Mirë me thonë, si fillim e kemi përgatit emisionin që t'jemi shembull që mos ndodhin tragjedi si Koçani dhe gjithashtu si fillim desha të shpreh ngushëllime për krejt popullin e Maqedonisë edhe shërim sa më të shpejt për ata që janë lënduar në atë tragjedi. Gjithashtu shpreh ngushëllime më të sinqerta për viktimat dhe shpresojmë që të lënduarit të shërohen së më shpejt. Avni, desha ta diskutojmë domethënë një rast kaq tragjik. Cili është roli Zerfix? Në raste të tilla, domethënë ata të parët të cilët ballafaqohen me të lënduarit apo edhe me zjarrin brenda objektit që janë zjarfix. Zjarfixet janë ata të cilët duhet futen në ambiente të mbyllura, siç ishte rasti edhe në qytetin e Koçanit. Që të bëjnë, që mundohen të paktën të bëjnë shpëtimin e sa më shumë njerëzve që është. Kjo është ajo puna jonë si zjarfix. Zjarfixit e Koçanit kanë përkrahjen e gjithë zjarfixëve të Republikës së Maqedonisë për shkak se dihet një tragjedi e tillë kemi përjetuar edhe ne nëpër qytete të ndryshme të Maqedonisë. Pikërisht në qytetit e Tovës ka qenë në disa raste të tilla. Kështu që është një përkrahje e madhe nga ana jonë nëse duhet apo nëse kanë nevojë, ne jemi në dispozicion në 24/7 për çfarë do lloj intervenimesh edhe në qytetin e Koçanit. Në rast të çast ronda, pastaj pason një periudhë ku ju keni trauma prej asaj. Përveç lëndimeve që shpesh herë ndodhin zjarfikësit e lëndohen në vendin e punës, tregon trauma që si shëroni, apo mbështetje psikologjike dhe psiqike për fiksit. Siç edhe kam deklaruar edhe në për mediumet tjera, apo edhe në mediumin tuaj, që zjarfikësit e kanë atë traumën mbas intervenime të cilët ne si zakonisht nuk kemi intervenime vetëm në për lloj të zjarreve, po kemi intervenime edhe në ndeshje komunikacioni. Në ndeshje komunikacioni dihet që çdo herë kemi të lënduar apo edhe me fatalitet të ndryshëm që kemi pas raste të shumta në rrafshin e Pollok. Gjithashtu dihet që zjarfikësit e Tetovës përfshin komunën e Tetovës dhe 5 komunat rurale. Është një ndër stacionet i cili është shumë i ngarkuar me punë për arsye se mbulon një territor shumë të hapur dhe shumë të gjerë. Kjo është ajo, mirë po dihet që zjarfikësit edhe kanë bë, domethënë thirrje apo kanë bë kërkesa të ndryshme nga shteti dhe nga gjithë institucionet tjera të cilët janë kompetente për këtë pjesë që të kujdesen më shumë për zjarfikësit në aspektin mendor dhe të kenë psikolog të punësuar paktën në për çdo stacion, siç është stacioni i Tetovës apo i Shkupit që kanë më shumë të punësuar, të kenë psikolog të ndryshëm që duhet të punojnë me këta njerëz të cilët çdo herë ekspozohen në tragjedi dhe në fatkeqësi të ndryshme të cilët pastaj partim ato problemet psiqike tanat apo kemi problem me gjumin shpesh. A keni psikolog? Nuk kemi psikolog, është një herë domethënë mbas kthimit ton një ekip i specializuar që ishim në Turqi në rast tërmeti. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim bëni një organizim edhe ajo ishte një herë që patëm psikolog dhe nuk vazhdoi trajtimi i asnjërit nga ata pjesëtar që ishin të ekspozuar që të shohin pamje jo të këndshme dhe pastaj partin ato problemet siç është problemi me gjumin. Unë, si është prej përvojës, kur jemi te zjarret, prej përvojës si ndodhin zjarret? Domethënë, kush është fajtori kryesor i zjarreve përveç njeriut? Siç edhe tha, domethënë dihet që faktori kryesor është njeriu, ai që çdo herë din të bën atë ndezjen e parë, shkëndijën e parë.
Dihet që problemet tjera kemi pikërisht në shumë llojshme. Domethënë kemi jo pastrimi jo gjaçeve. Domethënë në banesat kolektive kemi druj nëpër korridore të rënditura, nëpër podrume kemi goma, kemi çdo lloj sendesh që nuk na nevojitet nëpër banesat tona, i vendojmë nëpër podrume. Mirë po janë materialet të cilat bartin kemikalje apo edhe kur bëjnë atë ndezjen e vet, pastaj bëjnë një temperaturë shumë të madhe. Kështu që është rrezik potencial, është një bombë brenda banesave kolektive të cilët vetë banorët vendojnë goma dhe gjithçka që është e ndezshme lehtësisht, ato i vendojnë nëpër podrumet e veta. Pastaj nëse kemi një rast që të kemi zjarr në podrum në banesë kolektive, pastaj duhet bëjmë evakuimin e komplet ndërtesës për shkak se rrezikohet nga tymi. Dioksidi i karbonit. Tregon avni përveç banesave kolektive dhe banesave ku jetojnë njerëz nëpër kompani, ku shifet dhe ku është problemi që krijon zjarre. Domethënë në kompanitë të ndryshme të cilët edhe si përvojë, si qytet, si njësit që kemi pasur, domethënë dihet që problematika kryesore është ne bëjmë investime marramencë në ato firma apo në ato fabrika të ndryshme që i kemi në rafshin e Tetovës, por nuk bëjmë një investim siç janë hidrante, siç janë aparate kundër zjarrit apo edhe plan evakuimi i personelit të cilin punojnë në ato fabrika apo në ato ndërmarrje të cilët kanë një kapacitet më të madh të pulsuarve brenda objekteve. Kjo është ajo kyçja, domethënë çdo fabrika apo çdo edhe ambient ku frekuentohet nga popullata duhet të kenë hidrante të siguruara brenda objekteve. Siç kemi edhe domethënë shtëpi të cilat frekuentohen nga qytetarë apo kemi këtë kompleksin Qendra tregtare të cilët qytetarët i frekuentojnë më shumë. Që për fat keq në Tetovë kemi disa apo basta asaj që ne kemi njohuri, kanë vetëm një hyrje dhe nuk kanë një dalje emergjente. Domethënë është potenciali i rrezikut ku mund përfundojnë në raste të tilla siç ishte edhe Koçani që të kemi lëndime apo edhe viktimë. Që duhet bëhet një plan i përgjithshëm bashkërisht me gjithë institucionet tjera që të kontrollohen, nuk është asnjëherë vonë. Mirë po, dihet që ne i bëjmë këto inspektime mbasi që na ndodhe një tragjedi kaq të mëdha, e pastaj dim të thomi se duhet ju ndihmohet zjarfikse. Zjarfiksit kanë automjetet e vjetruara, apo edhe gjithçka tjetër. Dihet që zjarfiksit janë konkretisht ata të cilët janë të parët, shteti si shtet, domethënë mbas pavarësisë së Republikës së Maqedonisë, siç edhe e ndrova temën, dhe mbas pavarësisë së Republikës së Maqedonisë paramendoni, domethënë ne përfshimi territor aq të hapur, aq të madh, pikun te 250.000 banor, po mbas pavarësisë së Maqedonisë kemi vetëm një kamion të cilin e ka dhënë shteti këtij njësiti. E ka bles si shtet në 2005 e kemi pas të fundit dhe pastaj kemi qarkulluar apo kemi mbijetuar si njësit pikërisht prej donatorëve të ndryshëm, edhe private dhe organizatave të ndryshme ndërkombëtare siç është edhe UNDP, të cilën UNDP ka bërë një domethënë investim apo një donacion aq të madh për zjarfiksit e Tetovës, saqë gjithë pollogu duhet të jetë mirënjohës ndaj UNDP-s dhe ambasadës Zvicrës. Është një donacion shumë i madh për sigurinë e vetë popullatës që jeton në këto troje, për arsye se e keni parasysh shteti nuk ka investuar shumë ka investu UNDP dhe ambasada e Zvicrës në të zjarfiksit e Tetovës. Ani para së pashme një aktivitet bashkë me komunën e Tetovës ku kontrollohesh institucione për përgatitjen me luftën ndaj zjarreve edhe kushte tjera normalisht. Tregon institucionet sa, domethënë shkollat, spitalet, sa janë të përgatitura për këtë sfidë. Domethënë ne tash bëjmë
jo inspektimin, po bëjmë atë pjesën e preventivës të cilën shkojmë në të gjitha institucione, si që në dhe shkollat. Janë më të dashurit tonë aty, fëmijët tonë janë të cilët mësojnë. Do të kujdesemi pikërisht për ato ambiente, të jenë të sigurta kundrejt zjarreve dhe katastrofave tjera të cilët mund të na ndodhin. Kështu që në shikim të parë, domethënë kemi mungesa të shumta. Shumica e shkollave në rrafshin e Tetovës edhe Pollogut kanë një plan evakuimi, të cilën Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim është ajo e cila e përpilon dhe e vërteton se është e rregull. Domethënë ne bëjmë atë pjesën ku ju tregojmë drejtorëve të shkollave që duhet më shumë aparate kundër zjarrit, duhet më shumë tub që të ketë hidranti. Kjo është ajo e para që bëjmë ne, pastaj futemi në për institucionet tjera të cilët janë, siç janë gjyqi, policia dhe gjithë këto institucionet që bartin brenda përmbrenda më shumë njerëz të kenë kujdes dhe të bëjnë atë preventivën e vetë që të kenë sa më shumë mjete apo të kenë pregatitje derisa vinë zjarfikset të paktën të kenë atë mbrojtjen e parë. Kjo do më thonë ju bëni edukimin e kësaj. A mendon se duhet të punësuarit të jenë të edukuar, po gjithashtu në për shkolla dhe në për spitale, ku a mundet ju ta merrni përsipër edukimin e tyre? Në fakt, si form klase apo? Po, në fakt gjitha firmat të cilët kanë, nuk e di tash saktë rendisi si është, po më duket se dikun 10 të punësuar duhet kenë paktën personel të edukuar në këtë drejtim. Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim është ajo e cila duhet të organizon këto lloj trajnimesh. Bashkëpunim dihet që ne jemi të gatshëm për çdo herë që ju dalim në ndihmë, kofta jo edhe për përgatitjen e personelit. Nuk kemi asnjë lloj problemi. Gjitha institucionet duhet kenë siç edhe e thash, edhe firmat private duhet kenë personel të përgatitur në fakt rastesh urgjente, siç janë edhe banesat kolektive që dihet që banesat kolektive kanë një përgjigjës, si cilla hyrje e banesës kolektive ka një përgjigjës, të cilën po, këshilli i banesës apo si themi ndryshe, të paktën të di si të evakuon qytetarët e cilët janë në atë ndërtesë, si të evakuon dhe të çonë në vend të sigurt në rast katastrofash. Jo dhe vetëm zjarrit, po ka edhe katastrofa tjera që inshallah mos ndodhen asnjëherë tonë Tetovës. Domethënë mos inshallah mos ta ndodhen asnjëherë, po do të bëjmë përgatitje. Nuk është asnjëherë vonë, sa jemi të përgatitur komplet si shtet, të them se zero nuk është mirë, po domethënë tash e shoh që punohet në këtë drejtim, e shoh që institucionet janë pakësman të interesuara që të kenë atë sigurinë e vetë qytetarët. Normal, dihet që duhet investoj shteti më shumë në drejtim të sigurisë së qytetarit. Ne personalisht, unë e kam pa një video shumë virale ka shku, keni pas një rast në Tetovë, në qendër, kamioni i juaj nuk mundeshte të kaloj për shkak të veturës që ishte parkuar keq. Kjo sfidë, se si mundet, keni bashkëpunim me policinë që lejohen rrugë të gjona dhe të kryeni punën tuaj për të shpëtuar jetë. Domethënë, siç e dini edhe ju si medium, ne kemi punuar ngushtë me ju që të sensibilizojmë në qytetarët dhe të jenë në ndihmë të zjarfikësve dhe gjithë spitalit, policisë, bashkërisht neve që të jenë në ndihmë tonën. Për arsye se çdo minuta apo çdo sekondë e pengesës tonë, domethënë kushton të mirat materialet e qytetarëve apo edhe jetë njerëzish. Dihet që secillet nga ne mund t'i ndodhë që të kemi një zjarr në shtëpi, apo edhe të kemi një të lënduar që duhet ambulantat të dalë sa më shpejt. Dihet që qytetet e Tetovës ka një komunikacion shumë të dendur. Parkohemi në vende pa vende.
dihet që qytetarët janë ata të cilët bëjnë ndihmën në këtë drejtim, kur dëgjohet sirena e zjarfikësve, domethënë nuk është si më herët. Kemi pas, domethënë, në fillimet e mia kur kam qenë si zjarfiks para 15 viteve, nuk u lirote rruga edhe nëse dëgjoheshte sirena e zjarfikësve. Tash është pak më ndryshe, domethënë bëjnë atë ka vëdisim, e falenderoj mediat që kemi punuar bashkërisht për këtë vëdisim të popullatës. Mirë po, dihet që kemi rrugë të shumë të ngushta të qytetin e Tetovës. Mundohemi bashkërisht me kryetarin e komunës së Tetovës që të bëjmë intervenime në ato pjesë ku nuk mund të depërtojmë lirë shumë, të kemi hidrante së më shumë në për qytetin e Tetovës. Gjithashtu edhe çdo rrugë që është ndërtu tash së shpejti, domethënë me kërkesën time dhe në bashkëpunim me kryetarin e komunës, domethënë çdo herë kemi venduar hidrante në këta rrugë të reja të cilët janë asfaltuar në qytetin e Tetovës. Unë kam një lëvdat për mënyrën se si keni reaguar në një rast, ishte zjarri në Zhelin, para se ta kishit qendrën e zjarfikëve në Zhelin, kam thirrë edhe ka ardhur për 7 minuta. Domethënë ishte një mbrëmje për 7 minuta, 13 kilometra me autokamionat e vjetër, është për lëvdat. Kemi mund edhe më shpejt të më kishim pyet mu, për arsye se e kemi parasysh ishte një zjarr, sa që më kujtohet, ishte një zjarr i përmasave pakës më të mbaja. Kështu që ne o dasht jemi më shpejt aty, që të intervenojmë që të mos kemi dëme të tjera apo edhe ndotje të ajrit, siç edhe kemi pas rastin në komunën e Zhelinës kur pat një zjarr i përmasave pak më të mbaja me goma, kështu që bëhet një ndotje shumë e madhe e ajrit. Mirë po afat gjatë në shëndetin e gjithë qytetarëve, po edhe zjarfikësve të cilët ekspozohen drejt për drejt në ato zjarre. Të aparatet kundër zjarrit, ato që janë bombolat, që secili duhet t'i ketë, sa është me ligj që të mbahen, të mirë mbahen? Të me thonë, ka një afat të caktuar secila nga ato aparate bombolat kundër zjarrit, të cilët i kemi në për çdo lokal, në për çdo kemi bërë inspektimin edhe në për shkollë, në për lokale të ndryshme të cilët posedojnë. Mirë po duhet mirë mbahen për afatgjat, do të thonë është një periudhë një vjeçare të cilët duhet shkon në servis. Të rinovohet dhe të servisohet çdo një vit. Kështu që i bëj apel gjithë ative të cilët posedojnë një bombol të tillë që të bëjnë servisimin. Kemi disa pika në qytetin e Tetovës që bëjnë servisimin e këtive llojit të aparateve. Janë shumë efikas derisa ne e dim që bëjmë një investim 100.000-200.000 euro për një objekt apo për një shtëpi, edhe pastaj një aparat kundër zjarrit nuk e blejmë me 2.500 denar apo nuk e di çmimi real sa është. Apo një alarm të cilën vendohet veçanërisht në për kuzhinat apo në për vendet ku kemi më shumë, ku përdorim më shumë për të gatuar edhe kështu me radhë. I kisha lutë popullatës që nuk janë të kushtueshme shumë, po të bëjnë një investim për sigurinë e vetë, për të mirat e veta edhe për jetët e tyre. Për arsye se sa më shpejt të marrësh një lajm, do të thonë aq më shpejt edhe ne reagojmë si zjarfikse dhe gjithë institucionet tjera të cilët janë në rrafshin e polluar. Është shumë më e lehtë për ne. Kur e marrim, do të thonë në filesë zjarrin për ta shuar, është shumë më e kollajshme. Nëse depërton më thellë, do të thonë është edhe punë më shumë për ne, është edhe dëme më shumë materiale, po edhe mund ta kushton një jetë njerëzish. Siç e patëm rastin e fundit të cilën e kishim në fshatin Trebosh. Pa kujdesia, shumë e vogël, domethënë ishte përhap zjarri aq shpejt në një shtëpi banimi, në cilën zjarfikësit u desh të intervenojnë. Mirë po ishim të saktë, ishim në kohë, nuk ishte si rasti i Zhelinës me 7 minuta, po ishim duke thënë për
3-4 minuta kishim një territor shumë të hapur edhe kamionat shkun shpejt. Ne kuptoj këtë rastin që i kemi të vjetruar, mirë po, si që edhe ju thash, mbijetojmë nga donatorë të ndryshëm të cilët i kemi adetar të ndryshëm edhe firma të ndryshme të cilët nuk na harrojnë çdo herë interesohen për qytetin e vet, ku kanë jetuar dhe ku i kanë familjet këtu, që bëjnë donacione të ndryshme, siç janë edhe rasti i fundit, donacioni i cili ishte shumë i mirëseardhur për qytetin tonë dhe për zjarfiksit. Është ajo shkalla e cila posedojnë shumë pak në Republikën e Maqedonisë, mund të jetë qyteti i Shkupit, edhe një manastiri, është ka një shkallë të cilën ne kemi 37 metre për shpëtimin e qytetarëve të ndryshëm që mund të jenë të ngojuar në por ato lartësira, siç e dim në qytetin e Tetovës kemi ndërtesa Me 37 metra e vërini krejt ndërtesa? Besoj se po, në qytetin e Tetovës s'kemi asnjë lloj problemi i mbrim gjithë ato. Te bombolat tash më kujtu të pyes kur të përdoren, çka ndodhen me ata, duhet blesh të reja apo Jo. Kushet e njëjta? Jo, do më thonë e njëjta mund ta shfrytëzosh deri në momentin që serviseri mund të thotë se nuk është më funksionale. Mirë po, çdo herë kur përdoret ajo mund të shkohet të mbushet prapë, edhe të jetë sigurt për një vjet pastaj të ketë Përdorim tjetër. Po, për përdorim tjetër. Tash sot asnjëherë mos i përdorim, po mirë është çdo njëri prej neve të ketë në shtëpitë e veta nga një bombol, se nuk na kushton apo nuk na zel askundi vend. Mirë po edhe ta dini se ka atë estetikën e vet, mund duket edhe bukur në për shtëpitë tona. Bukur është, nëse nuk duket bukur duket siguria që. Pra ajo siguria duhet të jetë në vit të parë, për arsye se gjithë jetën ne investojmë në për shtëpitë tona, gjithë jetën i kushtojmë të mirave të cilët i kemi fituar me gjersën e ballit, edhe tash mos vash Zoti asnjëherë të përjeton dikush që të ketë një flak zjarri në shtëpitë e tyre. Mirë po, duhet kujdesemi që edhe siguria të jetë në atë nivel, që këto bombola insistoj që çdo shtëpi të ketë të pajisura, të jenë të pajisura me këto bombola. Cila ka qenë tragedia më e madhe personale që kur ke punu, pa marrë parasysh është Tetova, është diku tjetër. Kemi shumë raste, mirë po mund të veçoj disa raste të cilët mu si avnia po edhe si zjarfiks më kanë lënë një kujtim shumë të hidhur në jetën apo në memorinë time. Është rasti i Turqisë, rasti i Shqipërisë, rasti i Turqisë, më thënë është ajo e përmasave shumë më të mëdha me tërmetin, siç edhe dihet, mjësit i zjarfiksëve të Tetovës është shumë mirë i përgatitur në këtë drejtim, ka një staf prej 10 vetave të cilët janë të specializuara dhe të trajnuara për tërmete brenda shtetit dhe jashtë shtetit, bashkëpunim me drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim. Kjo është ajo tragedia të cilën e mbaj si kujtim dhe kam shumë të rëndë edhe kur e flas të njerëz, normal që edhe ne jemi njerëz. Është ajo pjesa jonë e cila është humane dhe pastaj vjen edhe ajo pjesa ku duhet të jemi edhe tri. Ke parasysh se është çdo kush kur ka një shkëndijë zjarri apo një zjarr në shtëpitë, ka panik. Do të thonë ka panika dhe dalin gjithë, po dalin jashtë, banorët edhe saj shtëpie. Ti duhet vish edhe të futesh brenda. Është një lloj heroizmi brenda zjarfiksëve në përgjithësi që e kemi ne si zjarfiks, po e kemi profesion, është puna jonë. E duam punën tonë dhe jemi të kujdesshëm dhe përkujdesemi shumë mirë. Tragedia në Turqi ishte një tragedi për masave shumë më të mëdha, ne nuk ishim ballafaquar si zjarfiks në lloje të tilla tragjedish. Mundoam që të shpëtojmë sa më shumë jetë njerëzish. Mirë po kemi bërë tërheqjen e shumë kufomave të cilët ishin në ndërtesën të cilën ne
si zjarë fix të vetovës ishim të koncentruar. Normal që kalon një gjurmë shumë të rëndë për gjithë stafin që ishim magje bashkërisht me kolegët e mi. Kemi nevojë si zjarë fix që të ketë kujdes më shumë shteti dhe gjithë populata ndaj zjarë fixve për arsye se kemi një pjesë shumë e nevojshme e kësaj shoqërie. Jemi njerëz të cilët për çdo lloj jo vetëm fatkeqësish, edhe për raste të mira, siç kemi bë edhe organizime të ndryshme në shkolla apo edhe në për komuna të ndryshme, të cilët kemi bë evakuimin, edhe kemi bë atë simulimin e evakuimit për raste tragjedish apo raste të rënda. Ajo është pjesa më e bukur e jona kur shkojmë në për shkolla dhe bëjmë simulimi dhe takohemi me fëmijët me ata të cilët janë më të pastër shpirtërisht dhe Që ju mendojnë si heroj. na mendojnë si heroj, po nëse marrin disa lloje aspektesh, kemi kolegë të cilët mund t'i themi lirisht që janë edhe heroj, kanë bë atë heroizmin e vet brenda përmenda orarit të punës që e kanë pas, normal që paguhemi për këtë punë që e bëjmë. Ju jeni luftëtar në paqe. Jemi të parët për çfarë do lloj intervenimesh. Mund ta paramendosh se dalim edhe pakës nga ajo pyetja jote. Mund ta paramendosh zjarfiksit e tovës kanë thirrje për e çdo lloji. Do të thonë mos diskutojmë për ato macet të cilat bujohen nëpër balkone dhe gjithë Drunj. Po kemi raste dhe thirremi edhe në raste ku ka dëni që s'ka të bëjë me zjarfikset, fare. Dhunë familjare, thirremi ne si zjarfiks. Numri 193 është numri i cili rafshi i Pollogut edhe qytetit e Tovës, domethënë ka më të sigurt për arsye se kur thirret 113, dihet që dë shkon dikush për ndihmë te ato persona sa është mundësia aq më shpejt. Do jemi treguar efikas në punën tonë dhe populata gjehet më e sigurt. Dihet që ne kemi bërë edhe trajnime të ndryshme. Thuhet, tash nuk e di unë, kjo është lëvdat mes vetes tonë. Thuhet që zjarfiksit e Tovës janë më të përgatiturit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Thuhet, po nuk e dim, tash është dikush tjetër të cilët ato duhet të bëjnë vlerësimin, jo ne, si zjarfiks. Po dihet që kam ekipe shumë të fuqishme brenda përmenda zjarfiksve dhe populata e Pollogut që ne mbulojmë do të jenë të rahatshëm dhe të sigurt se nëse ndodh një fatkeqësi, Zoti mos e dhash, ne jemi aty për ata. Po, nëse duhet ndjehen krenar, domethënë apo të ndjehen me vërtet rahatshëm dhe krenar, thonë që kemi një institucion i cili është në krye të detyrës janë zjarfiksit e Tovës. Të gjithë kjo krenaria edhe të gjitha informacionet që i dha, atë pjesën teknike përgatitjen e folëm, po sa vlerësohen personalisht zjarfiksit në të tonë. Do me thonë Me kushtet, mendoj, me kushtet tuaja të punës, të sigurisë në punë dhe krejt tjera të lidhur me. do me thonë dhe vlerësimi dihet që tashmë kemi me ardhjen time dhe me ardhjen e ndrimit të pushtetit lokal në krye i cili është Bilal Kasami, do me thonë ne bënëm atë kujdesin maksimal të pagave të zjarfikësve në bazë të ligjit në Republikën e Maqedonisë. Siç e dini, më herët kemi pas do me thonë procese gjithësore të hapura nga zjarfiksit për pagën të cilën kemi qenë të neglizhuar. Zjarfiksit nuk janë quajtur si zjarfiks, po janë quajtur si të punësuar teknik në komunat të cilët ata e përfshin. Do me thonë tash kemi ndru gjithçka, kemi ndru statuse, kemi ndru, do me thonë paga e zjarfiksve prej asaj kohe deri tash është 100% është rrit. Do me thonë zjarfiksi paguhet dinjitetshëm, ndjehet dinjitetshëm, jehet i sigurt në vendin e punës. Të me thonë ne kemi punu fort që zjarfiksit të ngjehen sa më të sigurt dhe të kemi pajisje sa më të sigurta dhe
dhe teknologji të fundit të cilët përdorin gjithë zjarfiksit e botës. Si që janë dronet të cilët detektojnë zjarre që janë me rrezet të kuqe dhe detektojnë zjarre të sigurta dhe pastaj zjarfiksit shkojnë në vend ngjarje se kanë problem se e dinë sakt ku është vendi. Kjo është ajo e cila ne kemi intervenu gjithashtu me pajisje si që janë uniformat të ndryshme dhe dihet. Normal që ne si zjarfiks mbijetojmë edhe shumë nga donatorë të ndryshëm. Kjo është ajo të cilën duhet ta them dhe duhet që përkulem ative njerëzve të cilët çdo herë mendojnë bërgimtarët tanë të cilët çdo herë mendojnë për zjarfiksët dhe na sjellin çfarë do lloj ndihme koftë na kanë sjellë dhe na kanë mësuar me ato ndihma të cilët na kanë. Cila është mosha ideale për të qenë zjarfiks? Mosha ideale për të qenë zjarfiks është ajo nga 18-25 deri për arsye dihet që Republika e Maqedonisë së Veriut ka të punësuar dikundi 870 zjarfiks, mos gabofsha. Mosha mesatare është turp për ta them, po duhet ta them. Është 27 vjeç, që është shumë e madhe. Okay. Që me standardet e Bashkimit Evropian dhe standardet e NATO-s nuk lejohet, domethënë të ketë një mosha të vjetruar të zjarfiks. Kemi një pasqyrë shumë keqe në këtë drejtim, për arsye se ne do të punësojmë njerëz skuadrë të ri, gjem të ri, të cilët do jenë në kryet e tyres dhe të kesh mundësi që të ushtrosh dhe të bësh një kuadër shumë të mirë të ekipës. Ne gjithashtu jemi në mendim e sipër, në mendim e sipër, po bëjmë plane që të punësojmë 20 të ri, të moshës që edhe e thash, 18 deri 25 vjeç. Që ta personi moshën mesatare. Që ta përmirësojmë moshën dhe të jemi sa më efikas në këtë drejtim. A ja vlen punësh zjarfiks për kushtet që i ke? Pyetja, nëse bëhet mu direkt, ja vlen zjarfiks është diçka shumë humane, është diçka shumë e madhe, është diçka që dua shpirtnisht. Para me ndodhë që të futesh do kund në një ndërtesë, të ketë një zjarr i përmasave të ndaja, të futesh në ndërtesë dhe të shpëtosh një jetë njeri. Është një ndjenjë që nuk e përshkruaj dot me fjalë. Është një adrenalinë e papame. Është krenari shumë e madhe. Personale, Jetësore, që do mburesh, do tregosh fëmijëve që ke bërë një punë të mirë për qytetin të cilën e duash. Për qytetin të cilën ka rastes që mund të dhe ne si zjarfiks të pësojmë, mirë po për qytetin që e duam ne e bëjmë dhancë. Kjo është ajo me madhja që ti është zjarfiks, që ti është duhet t'jem zjarfiks, edhe një që jetë t'i kem duhet t'jem prapë zjarfiks. Me gjithë ato sakrificat e vetat që i kam brenda për mendën si profesion. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit, por në fund desha të shtoj edhe diçka që nëse më lejohet, sigurisht. Patjetër. Dua të shtoj që institucionet, shteti, në përgjithësi të mendon më shumë për zjarfiksit, që të bëjmë, që të jemi në hap me kohën me gjithë shtetet rreth nesh dhe në Evropë, që të investon më shumë shteti në këtë drejtim për arsye se sa më shumë investohet të zjarfiksit aq më të sigurt janë gjithë edhe qytetarët edhe pushtetarët të cilët jetojnë në shtëpitë e veta. Dihet që janë zjarfiksit të cilët do dalin para për në ndihmë të çfarëdo lloj rreziku të tij. Faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi me kohën dhe të gjithë informacionin. Faleminderit shumë. Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga